Për shëndetje nga Vlogmas dita 6, sapo u ngrita dhe si fillim bëra skincare-in tim dhe tani po mendoj që avash të bëhem gati të vishem sepse kemi lënë që të dalim me kunatin edhe kunatin tjetër, do me thënë me vëllezërit e takut dhe të vemi për kafe. Se ikën nesër kunati në Shqipëri dhe kështu tham para se ai të iki të dalim një kafe dhe këtë gjë do bëj tani, do shoh se çfarë do vesh, ndërkohë tek fytyra nuk besoj që të bëj ndonjë gjë, do e lë kështu veç me skincare. Siç e keni kuptuar, nuk jam shumë e çmendur tek make-upet, të bëj make-up edhe kështu. Jam e fiksuar të blej make-upe sepse kam një tavolinë plot me make-upe, por hajde merre vesh tani. Ti je e fiksuar ti blesh, por mos ti je e çmendur ti përdorësh. Nëse le të vendosim se çfarë do të veshim për sot. Vendosa se çfarë do vesh, po ju a tregoj edhe juve. Dhe thash që të vesh këto xhinset me këtë ngjyrën e hapur që janë të gjëra. Dhe nga pjesa sipër, thash që të vesh këtë pulovrën e bardhë, edhe është kështu që rri, disi kështu dhe i nxjerr supet jashtë. Besoj se do shkoj shumë me xhinset. Ama mendova që me çfarë ta thyej këtë veshjen që t'i jap diçka që të ngjaj akoma edhe më bukur. Dhe mendova në minutën e fundit që ta thyej komplet veshjen me këto takat që i kam bler tek Shein dhe nuk më kanë zhgënjur. Është viti i dytë që i kam këto. I kam veshur vjet nëpër Athinë që kam ikur me orë të tëra edhe ishin goxha të rehatshme, vetëm një gjë që e urreja si gjë dhe më bezdiste është ky ripi këtu mbrapa që ndonjëherë më ikte nga këmba. Por si tak nuk është se janë shumë të gjata dhe ishin goxha praktike. Dhe mendova që t'i vesh edhe sot ku do vemi për kafe me çunat. Edhe tani do ju kërkoj shumë ndjes që nuk kap dot ndonjë sken këtu në shtëpi dot më. Sepse për 5 minuta më duhet që të vishem, më morën çunat në telefon dhe më thanë që për 5 minuta do vinë këtu edhe do ikim. Kështu që me shumë mundësi unë do vishem edhe shihemi tek kafeja. Bye! Me vesë të skuqura, është me bacon, është me lukaniko, është me fasule me sal. Fasule me sal. S'jam për mua, unë dua një kos me fruta. Tomate sisu. Kemi arritur këtu me çunat. Këtu English breakfast aty. Reja Lui, bravo. Unë që jam këtu në mes, edhe mua s'po më lini që të flas. E dini që nuk po më lini që të flas. Çfarë dëshon që të lë me juve? Se s'kema këtë tjetër ndarë. Po, e gjeti Luiz dhe nuk kam e këtë tjetër të darë. Dhe me qëra fjalla, sa po arritëm këtu me çunat, është kera i me parë që vi këtu. Edhe është hajqë bukur, është një vend fantastik, chill, fiksjet ato vendet që i dua unë që të shkoj edhe të pi. Po flasta. Dita parja këtu. Është fiks. Nishe, përshëndetje. Hi. Kemi dalë prej no, jemi në Kamari. Po. Vendi është fantastik. Po flet shefi më mirë se sa. Vendi është fantastik, shumë pamje bukur. Çfarë quhet jepi emrin? Emrin. The Finch. Përshëndetje edhe nana ime. Po. Thot Luizi, ata që jetojnë këtu nuk e dinin në këtë vendin, ndonin që të prisnin ty që t'ua sugjeroje. Tani Luiz, mund t'jenë si puna ime për shembull që janë për herë të parë që vinë. Në orën 3:10. Apo jo zëqo? Çfarë? Monotiri. Sa po bëm porosit dhe unë ndërkohë po ju thoja që u pendova që nuk mora kamerën e vete, se ka vërtet kënde shumë të bukura. Ama më kishte vajtur bateria në fund fare, s'kisha fare bateri te kamera. Isha me fat se kunanti im ka bler telefon të ri, kam bler iPhone 17 Pro Max. iPhone 17 Pro Max dhe me atë po xhiroj tani. Edhe kamera na ka fantastike, shumë të pastër. Dhe le të them që nuk më duhet kamera fare sot, sepse cilësia e kamerës që nga yll. Ta gjithosh
flas nga stomaku, nuk e di se çfarë po ndodh me mua. Unë mora veç një kos me fruta, nuk mora gjëra të tjera, veç atë kosin hëngra, ama nuk është se e mbarova të gjithën, e lash në gjysmën atje, sepse nuk po mundesha ta haja të gjithin. Nuk e di se çfarë po ndodh me organizmin tim, kam kaq kohë, kam kaq ditë që sikur nuk kam uri për asgjë, edhe nuk mundem që të ha aq sa duhet. Dhe kështu që pjesa tjetër më mbeti atje dhe nuk e hëngra. Nëse kalojmë në temën kryesore për çfarë hapa kamerën. Ty thosha që mora motrën e vete, sepse do bëjmë thonjt. Kanë kaluar goxha ditë që unë po them me Sabin do i bëjmë sot, do i bëjmë nesër, por jo ishte ajo rruga që unë ika në Siros, edhe kështu që mbetën paksa ditë pa u berë dhe kështu që erdhi dita që do bëhen. Vajtëm dhe morëm të gjitha gjërat që unë kisha porositur dhe kështu nesër do të kemi një mega Christmas haul me shumë gjëra. Dhe ndaj në duhej që të merja motrën edhe ti bëjmë thonjt sot dhe do fillojmë direkt nga puna pa humbur as një minutë më tepër. Edhe mendoj që ti bëjmë të kushtua. Po mendojmë bashkë me Sabin se në çfarë ngjyre ti bëjmë, po diskutonim pak edhe po mendoj që ti bëj në formë ovale. Se kemi edhe udhëtimin të bëjmë, edhe kështu që nuk kam ndërmend që të bëj thonjë për herë të dytë, ndaj dua që ti përshtas pak edhe për vlogmasit që do kemi, dhe gjithashtu edhe për udhëtimin që do të bëjmë, dhe si përfundim, dolëm në përfundimin që ti bëjmë të kuq në formë ovale, dhe te kjo pjesa këtu, te ky thoj këtu, të bëjmë ndonjë ndryshim në një gjë të bukur që të përshtaten. Dhe kështu, gati e motra, do fillojmë nga puna, si thua, se po ikën ora dhe duhet të mbarojmë. Vazhdojmë nga puna. Sa bukur që mi ka bërë motrushi. Kështu doli përfundimi, nuk e ti, por mua më pëlqejnë shumë mënyra se si i kemi bërë me Sabin. Dhe Sabi, më duket se këto janë thonjtë më të bukur që mi ke bërë ndonjëherë. Sa bukur që e ka punuar këtë fjongon. Thotë që të marrim një si kjo që është mixer, bën supë, bën smoothie, bën të gjithë smoothie. Smoothie jo, po bën fruta kështu në blender. Na çojtë kaloca. Po pra janë. Thotë burri ta marrim, do marrim. Çfarë do bëjmë? Do marrim, ku do vemi? Christmas is you. Sko mami, hajde tu. Kam kalona snack tu. Kam kalona snack tu. Tani e gjeti që i ku burrim, se shkone që gjeta. I them mixer e donte që të gatuante. Tani të marrim edhe një robot nga pas në shtëpi. Sidomos tani në kohën e vlogmas që duhet të editoj dhe nuk kam kohë që të merrem shumë me pastrimin. Ja, ma shpëton hallin kë robotit. Kanë zirë plot gjëra. Po, edhe një tenxhere këtu, shumë e mira. Te po mendoj unë ta blej. Se vetëm mund të harxoja lek. Dhe motra sa po bëri një super mega ka marrë një tenxhere presioni shumë të mirë. Bravo, do na gatuar gjëra të mira. Po. Fasullet i kam të preferuarat e mia. Me çik patjetër. Po ti çfarë do? Shëlegu. Maruam tek Lidl, tani do vemi edhe tek Skllaveniti të marrim disa gjëra atje. Unë para se të vija tek Lidl. Mami, vole me bëni. Po. Vajta në një dyqan që ka gjëra për Christmas dhe mora një pako drita që realisht më duheshin. I ka marrë 800 let, ja ishin shumë të mëdhaja, kushtuan goxha të them të drejtën. Ama thash që ti merja të sakta, por për më tepër do ju atërgoj më mirë kur të vemi tek shtëpia. Dhe kështu. Dhe këtu që pas kanë dalë me la mokarena. Sa po erdhem në shtëpi dhe po them që t'ju tregoj 2-3 gjëra të reja që bleva sot në supermarket, ndërsa supermarketin po mendoj të mos i bëj një haul, meqense kam bërë shumë haule gjatë këtyre videove që kam xhiruar
dhe po mendoj që të mos bëhem e përsëritur, ndoshta ju bezdis edhe juve. Nuk e di, e keni për bezdisje t'u tregoj gjithë një gjërat që ble në supermarket, po mendoj që janë gjërat të njëjta. Dhe nëse nuk e keni problem bezdisje, më shkruani poshtë në komente. Dhe prandaj vendosa që sot të mos bëjmë një haul, por do ju tregoj ato gjërat që thash që mora diçka ndryshe. Dhe po filloj me të parën, mora një xhezve, ajo e para që kisha më ishte thyer bishti dhe shikoni se çfarë bëra unë një ditë, vajta e mbusha me ujë të ngrohtë, meqense e përdor çdo ditë që bëj atë ujin me limon, edhe vendosa tek pllaka më e madhe e sobës, në kuptimin që të ngrohej më shpejt, por edhe më shpejt nuk më ngrua. Edhe xhezvja mu thye sepse kishte arritur pjesa e nxehtësisë këtu tek pjesa e bishtit. Edhe nga nxehtësia e tepër që kishte u thye dhe kështu që më duhej një ere, edhe mora një xhezve. Por mora gjithashtu edhe këtë mikserin tek Lidli, si do jetë i mirë ose jo, se te Lidli e mora, por do ta shoh kur do ta përdor, do ta shoh. Unë të them të drejtën nuk është se e doja shumë, por tha taku më mirë ta marrim, ta kemi, se bën ndonjëra i salsra, bën të tipit i salc me pesto, ndonjë salc për domate, edhe ndonjë supë që përdorun tani në dimër, përdor më shumë suprat në krem dhe jo kështu siç janë. Dhe ndaj e mora. Tani njerëz po mendoj që diku këtu ta mbyllim edhe këtë vlogmas për sot, meqense nuk është se kam edhe diçka tjetër të bëj. Ndaj po them që diku këtu ta mbyllim. Ne do të shihemi si gjithnjë nesër. Uroj një natë të mirë dhe shihemi nesër. Bye.